pa infrastrukturë rrugore dhe mes mbeturinave të shumta. Kjo është situata në fshatin Sanxhak të Kurbinit, zonë e cila ndodhet vetëm pak kilometra larg qytetit të Laçit. Me pamjen e një fshati të harruar, mungesa e investimeve në infrastrukturën rrugore ka vështirësuar ndjeshëm jetën e banorëve. Ata thonë se premtimet për ndërhyrje kanë qenë të vazhdueshme, por situata mbetet e pandryshuar prej dekadash. Ajo është aty, është deri në lart aty, është animaton është shtruar këtej, një ashtu është tek këtej, dije se ka. Ka kokë? Po, ka vjet. Jo për zotë më përfaqe zezu ka më. Kam 60 vjet që banoj këtu. 60 vjet. Rrugën akoma kemi pa shtru, as kemi kosha, as përmbehet me turinit e gjo, i marrim 1 kilometër, prej këtu e kisha mi e mbruk kryesore me karroz dore, mi i tret. Por as një napal nuk kanë bon. Ne kemi pas këtu, prej Sanxhaku këta në bashkis, a i vetëm e ka shtru dirke shpeja vetë, e në asisen. Këtu është munges sa që të bezdiset mos më një këtu më këtë vend. Katastrofa është, sidomos kur bjen shi. 26 vjet i bana unë nga Mirdita që ka marrë, e njëjta gjë, do ta bëjmë, do ta kthejmë, do ta ashtojmë, asgjë për gjë bosa. Çdo vit na kanë premtuar, çdo vit, kur vinë për zgjedhje, kur kanë për votime, zvoglojnë e futen guaskët kërmillit. Si që kam gjetë në kohën e partisë punës, të shtesh bën dhe ma keq. Për fatë mirë, kanë bën që të rrugën e Vorrezëve, si sa më shku njerëzit për me të vorosnin, gjë tjetër, as ka ndryshim, as ka shtrim. Po lagje tjera janë me gropa të mytur, këtu në zotni nuk vekulldojmë këtë punë, Në fshatin Sanxhak të Kurbinit jetojnë rreth 1000 familje, të cilat përballen çdo ditë me mungesën e investimeve bazë. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse për përmirësimin e infrastrukturës edhe garantimin e kushteve minimale të jetesës.